Por I kthehemi në një epizod tjetër të emisionit Muhabet me Arditin, ku në kuadër të emisioneve për muajin Ramazan e kemi të ftuar një hoxh mjaft të dashur për publikun. Bëhet fjalë për hoxhën Ekrem Avdiu, I cili na ka nderuar me ardhin e tij sot këtu. Hoxh, faleminderit që e pranova ftesën edhe erdhën në studio. Faleminderit juve për konsideratën e për ftesën. Nëse dikush është I nderuar në këtë studio jam unë, kështu që të falenderoj shumë. Faleminderit. Hoxh, po fillojmë pasi jena në Ramazan, po fillojmë me Ramazanin. Na pak a shumë e dim çysh do të më prit si besimtar. Po dallon diçka te hoxhallar, çysh e presin hoxhallarët Ramazanin? Na zakonisht ju themi doni me prit me gzim, me kështu me radhë, ndërsa na vetë e presim me pak breng për shkak të angazhimeve të shumta të cilat Ramazani si pako na I sjell edhe neve. Ato angazhime që I kemi ne si kanë qytetarët e rëndomtë edhe si kanë besimtarët në përgjithësi, janë mes tjerash ftesat e shumta që realisht janë rrjedhoje e dashnisë dhe respektit që xhamati kanë për hoxhallarët, e që një pjesë të tyre kanë herë edhe s'po ki mundësi me ju përgjigj për shkak të mungesës kohës, jo diçka tjetër. Pastaj është edhe koha, Ramazani është kohë shumë e veçantë edhe në një farë mënyrë ne në çdo Ramazan I ndezim motorët, I kena do motora rezervë që nuk I ndezim në kohë të rëndomta, e në Ramazan po duhet deshëm apo nuk deshëm të punojmë ma shumë, edhe kjo gjithsesi e bën kohën tonë edhe Ramazanin tonë më të ngarkum, po nuk është I ngarkum veç me angazhim, është I ngarkum njëkohësisht edhe me angazhim edhe me kënaqësi. Për arsye se njeriu, sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjeruesi I ka dy gëzime, gëzimi I parë është kur bën iftar, I dyti kur do ta takoj Zotin e vet. E na shpresojmë atë parin e përjetojmë edhe na sikur të gjithë, shpresojmë edhe atë dytin me e taku. Personalisht konsideroj se njeri kur bën diçka qoftë edhe e mundimshme dhe e ladhshme, konsideroj se çaj është kënaqësia e vërtetë. Po dalhush pak për Ramazanit, për më kthy te do problemet që janë në shoqërinë tonë. Njëna prej tyre është që shumë veprime që janë po turpshme më herët dhe që janë konsideruar dhe janë haram, po edhe për njerëz jo fetar janë po turpshme ato, sot janë normalizuar dhe po shohim që veprojnë në publik. Ku është, domethënë, pse ndodh kjo, edhe ku është rreziku me u normalizuar një mëkat në shoqëni? Ne fetarët e kemi një koncept që quhet koncepti I turpit, masi the janë kon turpshme tash nuk konsiderohet. Vërtet është, domethënë koncepti I turpit te Islami në veçanti edhe te njerëzit tjerë dallon. Koncepti I turpit është një lloj mekanizmi që e pengon njeriu, besimtarin në këtë rast, me I bë disa gjëra edhe pse mundën mos me ardhë ndesh drejt për drejt, themi, kushtimisht me ligjin ose me normat e fesë ose me kështu me radhë. Edhe kjo besimtarin e man goxha shumë e man në vi. Të tjerë turpi derisa nuk është I kornizuar me kornizën e besimit, mundet me u rreziku si koncept, edhe si rrjedhoj mundet me u tjetërsu. Në momentin që tjetërsohet, pastaj veprimet që dje janë konsideruar turpshme, sot mundën me u konsideru normale, edhe këtu është ai rreziku I cili neve na kërcënon si shoqëri, për shkak se janë disa norma shoqërore të trashëguara ne si shqiptar, sidomos në Kosovë këtu, po edhe në pjesa shqiptare e Maqedonisë. Ndoshta pak Shqipëria bën përjashtim për shkak të komunizmit të egër që e kanë pas, që është aplikuar mbi ta, por ne si shqiptar disa norma shoqërore I kemi pas të brumosura prej fesë, prej besimit, prej islamit. Edhe ato kanë qenë shumë të mira, kanë qenë pozitive, pavarësisht një njeri I cili nuk është ndihshëm fetar, të themi, megjithatë ka pas averzion ndaj disa gjërave që kanë qenë të pahishme ose të pamoralshme ose kështu me radhë, derisa kanë filluar njerëzit me u hap, shoqëritë me u hap, globalizimi edhe komunikimi I shpejt, gjithsesi e kanë ndikimin e vet, edhe kanë filluar pastaj disa dukuri negative me u importu te ne prej kulturave të ndryshme, mos them prej vendeve të ndryshme se s'ka të bëjë gjeografia këto. Edhe shkojnë gjëra tu normalizu. Në të vërtetë që ky normalizimi I të keqës është rrezik që I kërcënon shoqëritë, po I kërcënon edhe individët, edhe neve si besimtar na kërcënon, edhe ne rrezikohemi prej kësaj. Pse? Do thonë pjesa që se kanë të normalizuar, rrezikohen kodër shumë. Pse rrezikohen? Merre një veprim cilin dush, më I neveritshëm le të jetë.
Nëse e bën njeriu për herë të parë, ndihet shumë keq. Nëse e bën për herë dytë, ndihet keq, prapë din se është duke bë gabim, po herën e tretë sikur fillon me u zbeh ajo rezistenca e brendshme e ndërgjegjes. Edhe në këtë rast normalizimi i të këqijave vije në një shembull profetik interesant, thot ruajuni prej zhvlerësimit të mëkateve ose prej nënvlerësimit të mëkateve. I kanë thonë çysh është nënvlerësimi i mëkateve? Thot nënvlerësimi i mëkateve është që njeriu të bëjë një vepër të keqe, ta përsëris atë edhe pastaj të fillojë të normalizohet, thot i ngjan sikur një grup udhëtarësh që kanë udhëtuar edhe i ka zonë nata një vend, ata u dashur me e bëni kamp për me e kalu natën aty pare, o dashur me ndez një zjarr, edhe për ndezjen e zjarrit, njëri thot e ka pru një krane, ai tjetri një krane, ai tjetri një degë, ai tjetri një copë drua dhe të gjithë së bashku e kanë ndezur një zjarr i cili është bë i madh. Kësaj edhe te i kalimet në jetën tonë, jo detyrimisht vetëm mëkate, jo vetëm vepra të rënda ose krime ose kështu me radhë, po edhe ato më të lehtat munden me u normalizu nëse ne e kemi çastin shpërfillse ndaj tyre. A nën kupton kjo se njeriu në këtë rast edhe besimtari mundet me arrit për sosmërinë në asnjë mënyrë jo. Ne megjithatë potencialisht të gjithë mbetemi gabimtar. Por gabimtari më i mirë është ai i cili atë rezistencën ndaj gabimit e ka aktive gjithmonë. Ndërgjegja e tij kur nuk pajtohet. Edhe nëse jam duke vazhduar me bë keq, ndërgjegja ime duhet të jetë gjithmonë në funksion që të mos ndihem mirë, të mos ndihem po pra. Edhe të ndihem gjithmonë se jam duke bë diçka keq edhe me prit momentin e përmirësimit ose heqjes dorë prej asaj. Po gjina me një kohë që ka shumë paradokse. Kena shumë të ri që materialisht qëndrojnë mirë, domethënë janë të përmbusht, ka una materiale, po jo ka ajo shpirtërore. Çka bën, domethënë çka ndikon te kjo pjesë? Njeriu nuk është vetëm materie. Tonë e dim edhe pajtohemi, po menoj kur them tonë të gjithë njerëzit pajtohemi, jo vetëm fetarët edhe besimtarët. Po të gjithë e dim se njeriu nuk është vetëm trup. Ka edhe shpirt, ka edhe emocion, ka edhe pasion, ka edhe, domethënë është qenie shumë komplekse. Zoti e ka krijuar kështu, edhe gjithë ky kompleksitet origjinal i njeriut nëse kuptohet drejt, edhe menaxhohet mirë, njeriu bëhet krijesë mrekullueshme. Bëhet krijesë e cila në mirësi mund t'i kaloj edhe engjëjt në situata të caktuara. Por mos me u menaxhu mirë, pastaj në ligësi i të kalon edhe djajt, ose në agresivitet i të kalon edhe kafshat, edhe bishat e egra. Historia është plot me shembuj të këtillë, domethënë s'kemi nevojë me marr shembull të caktuar se secili i kujtohet ndonjë shembull. Mundesh me qenë i përmbushur materialisht, jeton me një komoditet, gjendje ekonomike e mirë, gjendje sociale e mirë, ki autoritet në shoqëri e kështu me radhë. Megjithatë, nëse edhe shpirti nuk është i përmbushur, nuk besoj që ai njeri mundet nuk mundet me pretendu se është duke e shiju lumturinë. Lumturia nuk vjen vetëm te përmbushja materiale, as te ajo ekonomike, as te fama, as te pozita, as te pushteti. Përmbushja ndoshta hisën më të madhe e ka te shpirti. Lumturia hisën më të madhe e ka te shpirti. Ato pjesë tjera, historia jonë islame e ka dëshmuar një gjë interesante. Ka pas njerëz që kanë jetuar në udhëzimin e Zotit, e kanë përjetuar ato udhëzim edhe në një farë mënyre janë kënaqur me te, edhe pse gjendjen ekonomike dhe sociale mundën mos me e pas shumë të lakmueshme. Megjithatë, deklaratat e tyre janë interesante. Njëri prej tyre ka thonë sikur ta ngishin ditë mbretërit edhe bitë e tyne, se çfarë kënaqësie jena duke përjetuar, ata ndoshta do të mundoheshin me na rrëmby atë edhe me shpatë, me dhunë. Që do të thotë se mbreti e ka pushtetin, e ka pasuninë, e ka ushtrinë, e ka atë, mirë po çat kënaqësi që mundet me e përjetuar një njeri i thjesht, do të thonë atij mundet me i mungu. Kësaj përmbushja dhe lumturia fillon prej përmbushjes shpirtërore. E pastaj ato tjerat e bojnë atë përmbushje akoma më të lehtë. Që do të thotë, feja nuk insiston që nëse je besimtar duhesh me jetu jetë skajshmërisht modeste, ose me jetu në varfëri, ti zban me koni pasun e kështu me radhë. Përkundrazi, feja thotë do të me punu, me u angazhu, me përparu, me mri sa ma shumë që të është e mundun. Madje ajo shprehja puno për këtë jetë sikur me jetu gjithmonë, puno për jetën tjetër sikur me vdek nesër, e ka një dozë shumë të madhe të saktësisë.
qështu edhe Islami thot, këshyri njerëzit e dëshmum fetarisht, këshyri shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pjesa dërmuese e atyne ma me autoritet që kanë qenë të pasur, kanë qenë tregtar, kështu me radhë. Ebu Bekri ka qenë tregtar, Abdurrahman ibn Aufi ka qenë tregtar, Uthmani ka qenë tregtar, edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëshmu për krahja e Ebu Bekrit është e veçantë për mu, për te i për krahjes edhe morale, edhe fizike, edhe për krahja financiare. Që do në thotë se nuk mundemi na me arrit komplet kënaqësinë e Zotit pa i përmbush të gjitha komponentat, e nëse nuk i përmbushim, atëherë pa e pas dëshirën që sikur të kishim pas pare, edhe na kishim vepru si filane që janë humanista, shembull, ose të kishim pas mundësi, edhe na kishim shku në haxh, të kishim pas mundësi, edhe na kishim dhënë zeqat. Çështu përmbushet njeriu pjesërisht, mirë po në konkretizim, ai i cili e ka përveç besimit edhe udhëzimit, e ka edhe pasunin, unë menoj se ai mundet më shumë me fitu edhe sevape. E huq përnolim të do problematika sociale, kështu, nështë të përkëcejmë për temën tim, një për e ty është formimi trive që ndodhë kryesisht sot në rrjetet sociale. Dhe më thëmë ata shojnë model një influencer në rrjetet sociale, një tiktoker e tjirë. Pra, a ishtë modeli ty në jetës, sa është qëtësuse kjo? A të tregoj një rrëfim një herë, pastaj po e bojmë temë pikërisht që ta për arsye se është shumë e rëndësishme. Rrëfejet se një hoxh në një fshat dikon, ka shërby një kohë caktuar në xhaminë vet aty edhe ka pasat xhamatin e fshatit edhe xhamite e fshatrave dhe të periferive. Unë jam imam në periferitë Mitrovicës, e kanë një përparësi se këtë xhamatin i njeh. Edhe familiarizohesh me ta sikur me i pas antar të shtëpisë. Edhe ai hoxha në një moment po i mungon njëri që i ka pas xhamat të rregullt aty. 4-5 ditë sashtë edhe shkon te shtëpia, troket nder del një familjar, thot ku është filani? Valla thot hoxha vendi, baba thot është në filon bjeshkën atje është një shpellë në filon venin, thot që 4-5 ditë është pse? Thot se di vesh ka vendos me shku, thot edhe na ka thonë një herë në ditë më sill një ushqim edhe ujë, edhe mos ma bani gajlen mu. Edhe çohet hoxha shkon thot te shoh çka është problemi. Kur shkon e gjen aty, përshëndetet me te. Çka është halli thot pse ke vendos kështu me po. Thot hoxha vendi më kanë ditë të hes në përmal. Edhe e kam pa një korb me sqep të thymë, me flatra të thyme edhe i verbt. Edhe kish ranë tokë rike aty, o thot, merë gjuna pe ti, thash, o zot, qysh mbi e tanë kjo krijes, kështu, as mundet me fluturu, as nuk sheh. Thot, për habin time, duke këshyrën ashtu, erdi korb tjetër, edhe i solli ushqim ati korbet. U çudita. Nejta hala ashtu duke vështru, tha mas një kohë erdha i korbi, sërish i solli ushqim, edhe thot o binda në atë që jo gjallart më t'i neve na e mësoni se rizku është i garantum. Ajo çka kime e pas, edhe çka kime e hangre me e pi, Zoti ka me ta çu, pavarësisht a punove as punove. Edhe thot vendosa me u izolun këtë shpellë këtu, me i bo veç Zotit ibadet, edhe hiç mos me punu për dunja. Hoxha, shef, ka njerëz të mirë që nuk janë ditur. Ka njerëz të mirë që nuk janë të mençur. E më e mirë është me kon njeri i mirë dhe i mençur edhe i ditur. Në këtë rast hoxha i thot kështu. Mirë thot ti ke pa 2 korba. Pse zgjodhe me qenë ai korbi pasiv, pse su bone ai korbi i cili ka më i çu dikujt ushqim. Edhe kjo është ai mësimi i këtij rrëfimi ose i kësaj legjende, sidoqë të jetë vërtetësia e saj. Çka dua të them? Një i ri sot ndikohet nga një influencer. Pse s'bosh ti vetë influencer? Pse nuk ja gjen vetës mas pari me vetën tone, pa u ndiku prej trendeve të rrjeteve sociale. Pse nuk bëhesh ti ai i cili ke me kuptu mas pari arsyen pse ti ekziston? Nga ke ardhur, kush të ka kriju, për çka të ka kriju, cili është roli jot në këtë jetë, cili është destinacioni jot, ka do të shkosh se një gjë e cila ka fillim, ajo ka dhe mbarim detyrimisht, nuk mundet me qenë ndryshe. Edhe kur ta kuptojsh gjithë këtë, e kupton rolin tënd në ekzistencë, pse mos më u bë ti influenceri. Pse më thonë unë e kam model filoni ose fistekun, pse s'bosh ti vetë model. Kjo është e para. E dyta, po më ne kjo është ai shërimi fetar, që secili hoxh do të më thonë, po të bim në rrafshin e rinis, edhe të përpiqemi të mendojmë sikur ata. Nëse imiton verbresht ose jo verbresht një personalitet, ti
gjithë atë gjerësi të ekzistencës së tjetës e ke ngushtu në syt mendjen edhe konsideratën e filanit. Nëse don me u vesh si filani, me u duk si ai, me u sjell si ai, me fol si ai e kështu me radhë, do më thonë ty një gjatë cilën Zoti e ka kriju shumë gjanti, po e ngushton kaq shumë. Masanej në si krijesat që jemi, ne jemi të barabartë në statusin e krijesës, asnjëri prej neve s'është Zot, as mundet me u bë Zot. I kemi një Zot të gjithë të përbashkët. Pse me ulën e veten ma ulët se sa një dikush që është më i barabartë me mua. Pse me liu dikush me më hyp në qafë mu, kur them me më hyp në qafë nuk është qëllimi veç ato të dhënshmet edhe agresivet, po të hyp në qafë ai i cili t'ja ke dhënë mendjen me qira ose pa qira. Kështu që formimi i një trio, një treje, duke u bazuar vetëm në rrjetet sociale, mendoj se është një deformim shumë i madh për disa arsye. Një prej tyre është kjo që thash, një po e kornizon jetën në diçka që është shumë e ngushtë, në realitet ajo është e gjanë. E dyta, jemi dëshmitar edhe këte e thonë edhe studimet bashkohore, çfarë dëmi i shkaktojnë trunit vetëm scrollin e për rrjetet sociale. Një lajm e sheh tash për tërmetin, një tjetër e sheh për vërshimet, një tjetër e sheh për një zhvillim politik, një tjetër për një aksident që dikush e ka përjetu, një tjetër vjen lajm i gëzueshëm, një tjetër është lajm i bezdisshëm edhe pikëllues. Truni ndikohet negativisht jashtëzakonisht shumë këtë aspekt. Çka do të më bëna? Edhe po deshëm nuk mundëm me njanu edhe me i largu nga jeta jonë, as telefonat, as rrjetet sociale, është krijuar ajo varësia, edhe thjesht vetë duhet ta shpëtojmë veten prej asaj mbytjes totale. Mirë, po duhet mos harrojmë se megjithatë për informim, edhe për formim, edhe për vetëdijsim, na duhet libri, na duhet mësimi, na duhet edukimi, na duhet mësuesi, për arsye se sado që të kemi mia libra mund t'i lexojmë, mirë po në formimin ton edhe ai që do të na sqaroj edhe zbërthej disa gjëra, edhe ai ka rolin e vet. Kështu që në asnjë mënyrë nuk bën as teknologjisë, as rrjeteve sociale me avlon hapësirën e krejt asaj për çka ne kemi nevojë. Edhe shpirtërore edhe emocionale, po mbi të gjitha intelektuale, për arsye se pastaj do të pësojmë shumë në formimin ton. Po, hoxha përmende informimin edhe fetor, në këtë rast do të thonë përmes rrjeteve sociale. A mundet me mësu një ri fejnë është të këshyr shkputjen në TikTok ose në Facebook 30 sekunda, 1 minutë, edhe një pyetje në kodër të kësaj është u përhap shumë përdorimi i inteligjencës artificiale edhe të besimtarët për me marrë përgjigje fetfat ndryshme rreth çështjeve të caktuara. Sa preferohet kjo? I bëna dy pyetje. Shkputjet janë sigur prej një ushqimi, për një buke, e marrim një kafshat. Nganjëherë ki nevojë veç për një kafshat, ki kohë veç për një kafshat. Mund të jesh edhe i uritur, mbase krejt atë buke e han mirë, po s'ki kohë, i han 2 kafshat edhe hecë rrugës tane. Shkputjet janë të këtilla. Mirë po me thonë dikush, unë do të mbijetoj vetëm me kafshata ose vetëm me troshat bukës, është e papranueshme, edhe e palogjikshme, e njëjta gjë është me thonë dikush unë e mësoj fen me shkputje ka 20 edhe 40 sekonda. Për arsye se ato shkputje ka 30 sekonda nesër s'kena me pas sabër, as ato me ndëgju do të më bë ka 3 sekonda. Çka kena me thonë për 3 sekonda? Po çka kena me thonë edhe për 30 sekonda? Nganjëherë thonë një gjë të mirë, po ajo është një farë mënyrë vetë sa me ta fresku mendjen edhe memorien, por jo për me të mësu. Pse s'po kryjm shkollë me 30 sekonda? Pse s'po kryjm trajnime? Sot për shembull për me u aftësu për diçka, ose për një nivel të caktuar, që dikush mund me pas aftësimin bazik, i vyn një trajnim 2 ditor, 3 ditor. Po kështu duhet ta konsiderojmë edhe fen. Me shkputje, mbase edhe mund të emocionohemi, por jo të edukohemi edhe të arsimohemi. Inteligjenca artificiale i ka përparësitë e veta, apo i ka edhe rreziqet e veta, se fundit ajo edhe pse quhet inteligjencë, unë mendoj se ajo nuk mendon. Ajo thjesht grumbullon edhe klasifikon informacione. Që po ChatGPT-s në verzionin më të thjeshtë ja parashtron një pyetje, aty i vjen ja 2-3 sekonda aty e sheh se çka është të mbledh informacione për internetit, ai nuk i ka ato informacione paraprakisht. Ndërsa ti megjithatë e ki një formim e mozaikut të formimit ton mund t'i mungoj një katror i vogël, është ajo pyetja të cilën ti po e parashtron e që e lyp një fetfa ose një sqarim ose një qëndrim. Inteligjenca artificiale s'mundet me dhënë fetfa, për arsye se fetfaja është përgjigje shumë specifike. Madje edhe përgjigjet e hoxhallarëve nuk janë të gjitha fetfa. Nëse më thotë mu,
nëse dikush në ditë Ramazanit pin ujë gjatë ditës me vetdije dhe me qëllim, a e prish agjerimin? Unë të them po e prish. Kjo nuk është fetva, kjo është përgjigje e thjeshtë. Fetvaja është një përgjigje më ekskluzive, më specifike për një rrethon gjithashtu të veçantë. Ndoshta s'ka ekzistuar më herët. Ndoshta s'ka ekzistuar më herët. Për shembull, mundesh me thonë, nëse do të më marr insulinën dikush, a e prish agjerimin? Këtu pastaj përgjigjja është më specifike. Çka dua të them? Dua të them se me qenë të vëmendshëm edhe me e përdor inteligjencën artificiale me kufi, me pasat vetdijen edhe vëmendjen e duhur, ashtu që përdorim për gjëra të caktuara, unë e përdori për veti, i parashtroj pyetje shpesh edhe marr informacione për gjëra të ndryshme, i marr me rezervë, mirë po ta japin një orientim interesant. E njëjta gjë është edhe te përgjigjet fetare. Fundit inteligjenca artificiale mund të më ta sigurojë një burim, që aty është libër shembull ose studim që e ka bërë dikush. Andaj veç duhet ta dim ta përdorim, edhe ta kemi konsideratën e duhur se mbrapa inteligjencës artificiale nuk qëndron një hoxh i cili të jep ty fetva. Po është një makineri e cila megjithatë mund të më gabu. Sikur plot gjona, për shembull, më tregon një mik, thotë e pyeta ChatGPT-n, a është e vërtetë se popullata kosovare është me shumicë muslimane? Më tha fatkeqësisht po. I thash, pse po thu fatkeqësisht? Tha, jo, kërkoj falje se ajo ishte e paqëllimshme. Domethënë nuk është 100% e besueshme. Është një grumbull dhonë është që e bën një përzgjedhje. Një shqetësim tjetër i kësaj kohe hoxh është koncepti i martesës. Domethënë kena shumë të ri që martohen e divorcohen shpejt, kena shumë të ri që e vënojnë martesën, edhe ka një pjesë e tyre jo e vogël që e refuzojnë me u martu komplet. A u ke kuptu domethënë koncepti i martesës? Këta të fundit kanë gjetë kimen martesa, po? Diçka po, janë gërdit. Martesa është ligj. S'po di cilën shprehje me përdor shprehje ma adekuate, ma të përshtatshme, ma të fuqishme. Ligj nuk ban lloj njerëzor, nuk mundet me u zhvillu nëse njerëzit nuk martohen. Dikush mundet me thonë, jo, reprodukimi mundet me u bë edhe në rrugë jashtë martesore. Shkan pak mirë, po dikur shoqëritë çoroditën fare. Martesa është ajo e cila e garanton vazhdimsinë e llojit njerëzor. Institucion. Absolutisht. Ne si besimtar, por edhe secili njeri, edhe nëse nuk është besimtar, secili njeri që jetën e ka kuptuar drejt, ose parafrasisht drejt, martesën e sheh me respekt. Koha e martesës unë mendoj se është koha e rinisë, për arsye se edhe në kuptimin fizik edhe fiziologjik, po edhe emocional, ka më tepër produktivitet. Të rinj do të martohen, nuk do të lanë për me u martu vonë, për arsye se janë një mori procesës që pastaj lidhen me martesën. Është lindja e fëmijëve, do të thonë krijimi i familjes. Edhe ti thash nëse martohesh 22-3 vjeçar, 4 vjeçar, lindje fëmijë ti kur ti bësh 40 vjet, ai fëmia jote bëhet pa e ke i rritur. Edhe shumë e natyrshme një 40 vjeçar me e pas djalin 5-16 vjeçar ose vajzën. Po është pa natyrshme një 60 vjeçar me e pas djalin 15 vjeçar. Sa i 60 vjeçari do të me e pas nipin 15 ose 20 vjeçar. Po du me thonë, krejt këto procese lidhen edhe duhet të respektohen. Çka i pengon njerëzit që të marrin vendimin e duhur në këtë aspekt? Një pjesë jo e vogël e tyre që sidomos ata që e vonojnë, mendoj që e kanë frikën e rrezikut që i themi ne. Duhet t'i kujtojmë prindrit tanë, kur them prindrit tanë, kam fjalën për prindrit e mi, ndërsa në rastin tonë dashur ti gjyshrit tu, duhet t'i kujtosh. Ata nuk e kanë pas këtë problemin e kanë pas, po brengën nuk e kanë pas. Janë martu, kanë lind fëmijë e kështu me radhë, Allahu i ka rrit, ata i kanë eduku, kanë shpenzu për ta, edhe sot për shembull për prindërve të mi, muj me thonë se na aktualisht jemi pothuajse 20 familje, ndoshta edhe më tepër, s'po muj me i numëru në këtë shpejtësi. Atë çka do të thonë, prej dy individëve që kanë lind në shekullin 20 e kanë vdekur në fillim të shekullit 21, thash me qenë 20-30 familje. Familje, do të thonë jo individ, është punë e madhe, kështu edhe freskohet gjaku i kombit, edhe i komunitetit, edhe kështu me radhë. Kështu që ata sikur t'i kishin bërë hesapet shpjegojnë rinia sot, nuk i kishin bërë ka 5, 6, 7, 8, 10 e më tepër fëmijë, ishin kufizuar me 2 fëmijë nataliteti është negativ, me 3 është menzi pozitiv.
Kështu që unë kisha thonë 3 përpjet duhet për me konë nataliteti pozitive dhe për me umbajt kombi i freskt. Ndërsa ajo atë pjesën e refuzimit të martesës s'po e trajtoj se s'di çka me thonë. Është diçka shumë e panatyrshme, është diçka nuk e di çu jetojnë njerëzit pa martuar. Nëse e ke posë si fenomen. Po, fatkeqësisht. Po nuk di çu jeton një njeri pa martuar. Kisha pas shef mos më kesh kuptuar askush, si jam të ofendu, jam të fol për jetën. Njëri ka nevojë, burri ka nevojë për gruaja ka nevojë për burr. Është diçka që domethënë nuk mundet me u ndryshu, edhe kur gjë nuk e zaventson edhe kur gjë nuk e kompenzon. Te pjesa e divorcit, aty pastaj na vjen si shoqëri që me ju ndihmu, me ju ofru asistencë trinjve posaçërisht për me i vetëdijsu për sfidat që vijnë pas ditës së martesës. Do thonë se dikush martohet të dielën, pet hanës ka sfida tjera, jo si çfarë i ka pas ditë shtunën. Është jetë krejtësisht e re, kime bashkjetu në kuror legjitime me një person i cili mbase e njeh që 3 muaj ose që 6 muaj ose që një vet pak ka rëndësi, mbase e njeh fare pak, tash është kime bashkjetu në kuror me një njeri me cilin ndoshta 2-3 herë një javë ka nejt ka gjysore ose një orë, tash 24 orë e ki aty, është një situatë shumë e re. Ata kanë nevojë të dinë detyrat, rolet, përgjegjësitë, edhe mbi të gjitha kurora sipas Islamit për një mend është kontratë, është marrëveshje. Mirë, po nëse e trajtojmë vetë si kontratë dhe marrëveshje, sikurse e bëjmë me një punëdhënës, me një shitblerje, ortak në biznes ose çka do të qoftë, nuk mundet me pas sukses martesa. Ndërsa nëse e lëm kontratën veç për nevoja emergjente, ndërsa e trajtojmë kurorën edhe martesën si bashkëjetesë të bekume prej Zotit, të kërkume prej Zotit, të burim i asaj që Allahu ka thonë kemi bën mes juve dashuri edhe mëshirë. Për bashkëshortet ka thonë që të preheni në afërsinë e tyre, për bashkëshortet ka thonë që t'i trajtoni me maksimumin e mirësisë. Nëse i lexojmë edhe i kuptojmë edhe i aplikojmë këto rregulla hyjnore, martesa ka me pas shumë bereqet, prap ka me pas najherë nevojë për divorcin, se edhe divorcin Allahu e ka para pa, po s'do të bëhet divorci trend. Unë mendoj se divorci është zgjidhje emergjente, nuk është trend. Nuk është për çdo mos pajtim divorci zgjidhje. Jo, ajo është sikur intervenimi kirurgjik, sikur me thon kushtimisht në amputim, Zoti na ruajt ndonjë gisht ose ndonjë dorë ose nevojë e skajshme. Pritjet hoxha një reole për martesën, çush e kum po. Do të më qenë vetëdijshëm. Po, para se me u martu, mandej e shet që nuk jam bash nuk u ketë lula atë. Edhe pa dyshim që po, ama veç një gjë do të më e bë men. Ti nuk je me laçe, po e merr një insan për gru. Po. A çështo apo jo? S'është. Veç, do të thonë ti je njeri, insan, krijesa e Allahut me tmeta, thu po un jam njeri është me tmeta, e po, edhe tjetrin konsideroje me tmeta të këtilla dhe kime e pase megjithatë të i kalohen. Po dal hoqë një pyetje tjetër të komuniteti musliman ose çush njihet në jargon fetar të xhamati, kena xhamatli që janë shumë të mirë në praktika islame, domethënë namaz, xherem komplet në rregull, ama jashtë ritualeve shumë që lëm për me dëshiru. Qoftë në shitbleri, qoftë në orë të punës, ka pak vjen ma vonë, shkon ma herët e tjerë. Ka pak, ti po thu ka pak. Po. Ku është problemi? Kjo është sekularizimi i islamit. Po. Neve si besimtarë dhe si musliman themi Islami është edhe në xhami edhe jashtë xhamisë, është fe edhe jetë, është besim edhe mirësjellje, kështu me radhë, gjitha këto janë absolutisht sakta dhe të vërteta. Mirë, po në praktikën një pjesë të xhamatit edhe të komunitetit që thotë e shohim se nuk është duke u apliku ashtu. Realisht me i analizu urdhëresat, cilës dush surët Kur'anit hini ran. Merë surën Bekare, merë surën Ali Imran, ran, surën Nisa. Kime e pas sa interesant i ka rregullu Allahu obligimet edhe detyrimet. Fillon për shembull me adhurimin vetëm të Allahut, duke mos i bosh shirk ati askend. Jo rall, me njerë mas kësaj çka vjen për shembull në surën Isra, Zoti ju i ka obliguar që të adhuroni vetëm Allahun, të mos i bëni shirk dhe me prindrit të silleni mirë. Çfarë dalje prej adhurimit te një gjë e cila është shumë konkrete. Ashtu apo jo?
Në surën Nisa kemi një ajet që flet për adhurimin, mirësjelljen me prind, mirësjelljen me kojshime, të afër me ato, edhe ti e shet që feja islamin në këtë rast nuk qenë ka veç në xhami, nuk qenë ka veç në namaz, veç në sejdë, nuk qenë ka vetëm axharim, nuk qenë ka veç me shku në qabe, por qenë ka gjendje e cila do të krijohet te ti, e që çdo qeliz e jotja pastaj do të vazhdoj ta kryej funksionin e vet në jetë, por do ta kryej ashtu siç është kënaqësia e Zotit. E kënaqësia e Zotit nuk është, absolutisht nuk është, që me Zotin me kon mirë e me njerëzit me kon keq. Zotin nuk të pranon Zoti me kon me Zotin mirë e me njerëzit keq. Ja kam përmend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një person, një grua konkretisht, kanë thonë ajo grua shumë bën ibadet, shumë falet, shumë axheron, shumë kështu, mirë, po gjuhën e ka pak edhe njerëzit i shqetëson me gjuhën saj. Tha, ky profil i personit ky shkon në xhenem. Pse? Gjithaj namaz, gjithaj axherim nuk i bën dobi për arsye se nuk mundet njeriu të na thonë, ka thonë Zoti me hak temin hajde, me hak të huaj mos hajde. E ka një sasi të vërtetësisë kjo. Jo në kuptimin që njeriu me u trimnu, me thonë, po atëherë Zoti s'pas ka problem. Jo, mirë, po ne gjithmonë kemi hak ndaj Zotit. Gjithmonë kemi borxhe. Po Allahu ato i fal se është i gjithëmshirshëm. Po hakun e njerëzve Zoti nuk ta fal nëse njeriu nuk ta ka fal. Kështu që besnikëria, korrektësia, përpikmëria në relacione me njerëzit, le të jetë ajo shitblerje, le të jetë raport kontraktual, punë dhans, punë marras, le të jetë një gjë e dhonën emanet, se funi dikush kur ta beson makinën e tij ose punëtorinë e tij, ta ka dhënë emanet, do shme e rujt, ndoshta edhe më mirë se sa e ruan, po të ishte e jotja, se funi dikujt kimi dhënë llogari. Kështu që në këtë aspekt kjo është ngecja, është vërejtja e madhe që duhet ta përmirësojmë. Po, me shpresën hoxhë nuk pe banalizoj kështu muhabetin, videot më të shikuar në shumë rrjete sociale janë për raportin vjehër re, e që shumë për besimtarëve e kanë keq kuptuar, e poshtë në shputje tonë për çit qëllim po ta bëj çit pyetje. Këtë punën se ai ka bërë se çu do të më sjell nusja me vjehërrit, na shta pun kupton. Edhe çto kanë keq kuptuar që nuk e kanë bërsh me po këto tash e humbin ato çfarë. Vesum kanë keq kuptuar mua se unë s'kum lënë hapësirë mu keq kuptuar. Po jo ty. E kanë keq kuptuar dikant tjetër. Po jo që nuk e kanë bërë me këshir, po çat respektin që u dosh ndoshta me posta, çato e kanë eliminuar. E kom nisë ankesë. Unë çka kam thonë në vazhdimsi, edhe kur s'kom thonë ndryshe në këtë temë. Me pas burri pula ose bagtia, do të më këshir gruaja, po. E prind s'po dashka më këshir. Do të thonë çet paralele e kom tërheq edhe çet shembull e kom marrë edhe pse prindrit e burrit, po edhe të gruas, edhe të bashkëshortës, janë prindër megjithatë edhe niveli i tyre nuk krahasohet me asnjë krijesë tjetër kur të këshirsh. Mirë, po me ardhë dhe me u diskutu kjo, dhe më thonë kjo temë çështo, a kam borxh me i këshyr vjehrin, unë menoj se i kemi këto dy defekte kryesore. E para, një person, rastin konkret një grua, një bashkëshorte, por edhe burri, se kemi, janë ankesat edhe pjesa e burrave, ka minimum të respektit ka për shembull për prindrit e bashkëshortës vet. Nuk sillet mirë me ta, ose nuk është i hajde edhe mos sill keq, po ata meritojnë mi u bo mirë se të kanë bo shtëpi. E kanë rrit një evlat me maksimumin e dashnisë, edhe ta kanë dhënë të gatshme, të formuar për jetë, që është bashkëshortja jote në rastin nana e fëmijëve tu e kështu me radhë. Pse s'shkon mendja ndonjëherë më u çuni dhuratë ose më u boni ndihmës ose më u lut për ta ose më u bë mirë ose kështu me radhë. Në të gjitha këto pra e shohim se ka fillu pe zemrave tona me uzbeha ajo gatishmëria për humanizëm, pa përgjithësuar gjithsesi. Do të thonë s'po duhet përgjithësuar se do të ishte gabim. Kjo është e para, edhe e dyta që gjithashtu është e keqe, mbas edhe më e keqe, ka prej kolegëve hoxhallar që këtë punë duke u mundu me e trajtu gjoja me korrektësi ose me e trajtu vetëm juridikisht, kanë fillu disa me thonë, e që jenë keq kuptu sigurisht, se ka borxh me i këshyr gruaja vjehrin. Në rregull. Hajtë të pajtojmë se ka borxh për shembull gruaja me i këshyr prind të burrit. Burra e ka borxh? Po. S'mundet kërkosh me dalë me thonë ndryshe. E po tash qysh ka me e kry ky rolin e vet si krye familjar, me dalë me punu, me gjallnu, me fitu, për me mbajt familjen, nëse duhet një pjesë të çati orarit punës ose një pjesë ditës më u kushtu prindërit vet. Ata s'ban me met pa përkujdesje. Islami çështo e thatë. Prindrit nuk ban me met pa përkujdesje. Tash le të merrem vesh burri edhe gruaja kush do të më këshyre, kush do të më punu për idare.
Jena dëshmitar hoqë që gjenerotat ndryshojnë, e shumë, do me thonë, për një kohë shumë të shkurt me dol, me rrethonat që kanë ndryshu telefonat, kompjuterat, inteligjenca artificiale e tjerë, ju keni të bëj me krejt gjenerotat, qoftë vjetra, qoftë reja. A kanë ndryshu gjenerota re në kërkesa, qoftë edhe fetare, në raport me gjenerotat e vjetra? Besoj që po, se ndryshon nga pak edhe mendësia. Kur im kon ma i ri, menojsha, kur flitej për brez ose gjenerat, menojsha që brezi i ka 100 vjet. Jo, brezi i ka 25 din 30 vjet. E thash paramendone, veç prej kohës sa jam hoxh, do më thonë ka ndryshu një brez. Edhe do t'ishte gabim, une për shembull me i trajtu rinin sot, që janë 20-25 vjeçar, sikur se i trajtoj moshatarët e mi edhe xhamatin e brezit tim. A do t'jem i aft me ju ofru ata, është tjetër mohabet. Mirë po në start edhe në mendësia do të me qenë që me i trajtu si një brez pak më ndryshe. Mirë është me i detektu problemet e tyne, sfidat me cilat përballen, mënyrën e të mendumit nëse është e mundun, edhe në pas qasaj pastaj me ju fol, ka thonë Aliu radiallahu an, ka thonë folin një njerëzve, si pas nivelit që mundën me kuptu, nga se një deformim në këtë aspekt mundet me pru të përgënjeshtrimi asaj që ka thonë Allah edhe i dërguar e ti. Kështu që edhe ne do t'jemi shumë të vëmendshëm. Po brengat, sfidat, shqetësimet dallojnë gjithsesi. Po. Hoq po dalë të do pyetje më personale, nashta nuk e ki problem. E mbaj drejtën më përgjigj ose jo, ti pyet çka do. Okej. Për shembull, hoq një për akuza që u bot hoxhallarëve është që ligjërimi tyne më herët u kon më ofanziv kështu. Tash kanë kthy një farë ligjërimi më defanziv, më mbrojtës. O rreziku që autoriteti hoxhës ose çysh e ke po? Nashta po jam i qartë në pyetje, no? Pyetja është e qartë, kish me qenë mirë me kufizu kohën, më ofanziv. Unë një gjë po e tham, pavarësisht çka ka qenë, po menoj qëllimi i pyetjes, po e tham një gjë. Ne a shkojmë duke u pjek, a shkojmë duke u çpjek. Do të u pjek. Të u pjek shkojmë. Nëse po e zom ligjërimi im kur kam qenë 25 vjeçar. Dallon me ligjërimin tim sot që jam 55 vjeçar, unë mendoj se kjo do të duhet ishte arritun, përveç nëse ka ndryshime përmbajtësore të papranueshme. Nëse unë një gjoje i kum thonë haram, kur i kum pas 25 vjet tash po i thom halal, ose anasjeltas, atëherë do të me e këshyr, a e kum pas atëherë gabim, a e kam qëtash gabim, se dyja të smunën me konë sakta. Ama nëse të njëjtën halal atëherë dhe halal tash, ose haram atëherë dhe haram tash, po tash e formuloj me logjikën e një 55 vjeçare, unë mendoj se kjo megjithatë është evoluim pozitiv. Na jetojmë brenda një kornize. Sot nuk pretendoj se e njoh krejt islamin, sot nuk pretendoj se e njoh krejt kuptimet e Kuranit, kuptimet e hadithit. Hala mësoj. Beso që hala mësoj në bazë ditore kur kam paraqitje, sidomos ligjërata, hutbe e të ngjashme, përgatitem. Ani pse kam një përvojë pothuajse 40 vjeçare veç me hutbe e kam përvojën, mirë, por nuk ja lej vetes me dal pa përgatitur. E thash, nëse ka ndryshim në përmbajtje, do të me këshyr ku është dallimi. A është atëherë gabim e tash mirë ose anasjetas, a nëse të mënyra e të folunit, nuk e di unë, mendoj se njeriu megjithatë do të me u meçmu, me u bë më i mençur, me u bë më i pjekun, edhe një gjë të cilën mundemi me e thon but edhe mirë, pse me e thonë të uqjerë, nuk bosh ma bindës nëse vërtet, nuk bosh ma bindës nëse si me thonë, kanë, s'kisha pas që e fedhe këtu me u keq kuptu gjithsesi, po sikur se thonë zoni nuk e rrit forcën e argumentit. Personalisht nuk më ka ndodh një gjatë cilën e kom shkru, e kom publiku, ose e kom thonë e kom publiku, së më ka ndodh me e shly prej internetit. Kjo jep është dëshmi e një kontinuiteti që e kom pas në qëndrime, në mënyrën e të mendumit, edhe të formulimit. Edhe të formulimi pastaj sigurisht muj me qenë tash ma në rregull se në të kaluamën, po du me thonë ma jep atë komoditetin se në të diskursin tim nuk kom pas në i farë zhvendosje kush e di çfarë, njerëzit mundën me vlerësu, edhe do të me vlerësu gjithsesi, nuk jemi të pagabushëm, edhe këta do të me e pranu, i pagabushëm është veç Allahu fuqiplot.
edhe të pagabushëm janë pejgambert në kumtimin e shpalljes e thirrjes, jo në veprimet njerëzore, ndërsa ne tjerët, sikur se ka thonë Imam Maliku ose Imam Shafiu, njëri prej dy imamëve të mëdhenj të Islamit, ka thonë prej secilit i merret fjala dhe i refuzohet, përveç atij të bekumit që është i varrosur në këtë varr, ka bë me gisht ka varri i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Po gjëna shumë hoxhëllor që janë të qetë, të lumtur etj. Personalisht çka të bën nervoz? Ko diçka që që ta prish qefin? Po, shumë dy gjëra kryesore ma prishin qefin. Ka plot gjëra, po dy gjëra kryesore. Ma prish qefin një musliman i cili sillet si jo musliman. Ajo që prej inferioritet, no? Jo vetëm prej inferioritet, prej pakujdesisë. Si më thon, edhe musliman edhe xahil në ato shprehjet tona, më bën shumë nervoz, edhe më bën nervoz më pak se kjo, një i ri i cili ka mundësi me avancue nuk avancon. E sheh për shembull i ka 20, 22, 3-4 vjet edhe një gjë më thjeshtën nuk din me e bë. Më kujtohet ajo thonja e Omerit radhiyallahu anhu i cili ka thonë urrej me i pa trit të pa angazhuar as në punë dunjas as në punë të ahiretit. Sot fatkeqësisht kjo ndodh në mas të madhe. Gjithsesi edhe na jemi njerëz, ndikohemi edhe pozitivisht edhe negativisht. Ka njerëzit na thojnë po frymëzohemi prej juve, unë i them edhe na frymëzohemi prej juve. Nga njerë një gjatë të shku në xhami të pengon edhe të aprish atë humorin, reflekton ajo edhe në paraqitjen tonë para xhamatit, i kemi edhe na pikat e dobta sikur të gjithë njerëzit, edhe na çajmë, edhe na gëzojmë, edhe na qeshim, kështu, untohemi, shtohemi. E frikë, po të për dy lloj frika. Frikë personale, a ki diçka edhe frikë shoqërore, jo për vetën, po për rrethin, komunitetin, xhamatin. Po, e kam një frikë personale, edhe e shpreh pothuajse gjithmonë në biseda me njerëz, nëse bjem fjala aty, frika jem personale është derisa jemi gjallë mos me u korrit. Mendoj se është e qartë si shprehje, domethënë për arsye se asnjëri prej neve nuk është i garantuar që kemi jetu mirë e mundum do e mos edhe me përfundu mirë. A veprat vlerësohen si mas përfundimit, edhe kjo më shqetëson shumë. Po shpresoj derisa e kemi shqetësim që Zoti më na ndihmojë dhe më na majt ashtu siç duhet. Frikë kolektive, nganjëherë njerëzit kanë mos po bëhet kështu, mos po bëhet ashtu, si popull edhe si shoqëri jemi përballë me sfida shumë të rrezikshme gjatë kësaj historisë që më men unë, edhe shumicës ja kemi dalë. Edhe shpresoj që edhe sfidave të ardhshme kena mja u dalë. Ajo që më shqetëson shumë është përçarja e cila halos ka ndodhë mirë po sinjalet e para i ka dhënë për shkak të një diskursi shqetësues të komunikimit ndërshoqëror. Ndash merri fetarët me jo fetarë që komunikojnë, ndash merri njerëz të politikës që komunikojnë, si shoqëri jemi polarizuar fatkeqësisht shumë. S'kam rrinë nivel aplikimit të atyne hasmërive virtuale të quaj, mirë po nuk jemi garantë që s'munën me ndodhë. Andaj jemi përgjes të gjithë për mos me lanë me ndodhë një gjë e tillë, për arsye se kjo është si kutia e Pandorës, që thonë, kur të hapet më është problem me mbyll. Na këna hoxhallor nuk jena konë dhe nuk e dim, po këna dëgju që me konë hoxhë është vështirë. Pse se nuk është veç profesion të tërsh, po është mision, që nën kupton që 24 orë do të me konë qoftë shërbim, dikush ndohet, dikush kërkon përgjigje, me pajtu gjoqe, çka do të qoftë. A kanë kohë të lirë hoxhallorët, hoxhët që shfrytëzojnë? Po, ka kohë të lirë, alhamdulillah. Nuk jemi as të përkrym sa me menaxhu dhe me shfrytëzu secilin çast të ditës edhe të natës tonë. Edhe po thjeshim do të bëje pa përballueshme, se jeta është e papërballueshme vetëm seriozitet. E vërteta është që gjendjen tonë e bën bukur të vështirë fakti se kur vjen dikush me e çajt një hall me ty, ai ndoshta i ka kalu kush e di sa vet, ka kalu familjare, dashamire, miqe, kështu me radhë, edhe vjen ty me ta besu një problem të vetin. Personalisht mundohem gjithmonë me e qit në pozicionin vetën, me e qit në pozicionin e hallëxhiut. Njerëzve ju tham, nuk jam mjek, nuk jam psikolog, nuk jam ekspert i shumë gjanave, mirë po mundohem me qenë këshillues i mirë. Edhe pika e parë që e bëj me të gjithë njerëzit është me mujt mja u ngjall vullnetin, zellin edhe optimizmin. Optimizmi për mua është një prej gjanave më të rëndësishme në jetë. Edhe mendoj se është e provuar. Kush e ka përvojën jetësore e din se çfarë ndikimi pozitiv ka optimizmi.
Edhe njerëzit po menoj të besojnë në probleme, hallet ndryshme, kur s'mundesh mi u ndihmu, të paktën lutesh për ta, i mëson, ja u kujton që edhe ata të luten se funit të gjithë bashkë kemi një Zot i cili na këshyr edhe na ndihmon. Edhe e fundit çfarë po du me thonë këtë temë është nuk na thrasin njerëzit vetëm për me na shqetësu, nganjëherë na thrasin edhe për çef, edhe për me na nderu, edhe për kështu që bëhet një farë balansi i mirë në këtë aspekt. Po. Pajtohesh që si mision është i vështirë, domethënë mision. Po gjithsesi po, nuk është i lehtë se s'ki orar pune, s'ki as pensione. Kështu, a keni qyna herë sport për shembull? Nuk është se e kam marak sportin, po menoj tash personalisht kur këshyrin djemtë e mi basket ose futbol, detyrona me këshyr se një televizore e kemi në shtëpi, për ndryshe rekreacionin e kam marak, hikingun e kam marak, shenjtarin e kam marak, janë pasione nashta edhe pak edhe si të deformimi i të kalumas, mirë po relaksohet njeri, me sport relaksohet. Po edhe një masena të personale dhe një pyetje që më kam të marak është që ju hoxhallort, a i shikoni ligjëratat e kolegëve, hoxhallorëve tjerë. Nuk besoj që mundi me mësu shumë nashta opinioni tjetrit, pasi që elhamdulillah ketin një ndihet mirë, po a i këshyrin për kuriozitet. Mundu me mësu opinioni tjetrit pa dyshim. Personalisht knaqna kur ndigjoj një hoxh të fol live kryesisht. Kështu të reprodukume ose të publikume veç ndonjë shkputje se s'është bezdi për juve se veç që dinin përkundrazi kur jam në nej që ka edhe ndonjë hoxh tjetër ma me qefe ndëgjoj hoxhën kolegën tim se sa që flas vet. Edhe këto nuk po e thon për modestis, po për një mend kolegët që më njohin e din se çështo është, edhe knaqna kur e dëgjoj hoxhën duke fol mirë, ndihna keq kur e dëgjoj duke ja huq, se nga njerë edhe na ja huqim gjithsesi, bëj dua që Allah o të gjithve me na dhënë sukses. I kam edhe 2-3 pyetje këtë shkurtë, huq, po kthejnë ashta për temën temë, e falem kontributin e domethënë fetorëve, sidomos hoxhallorëve në luftë, e që ti fort publikisht s'ki qef me ful këtë pjesë, po du me të pyet në përgjithshmen, sa është kontributi i hoxhallorëve dhe a u zbej pak domethënë, edhe pse s'u shkruan në histori e mirëfill, po në këto që u shkrua u zbej pak kontribut në publik domethënë. Nuk kisha thonë që u zbej. Njerëzit që e kanë përjetu luftën mas të madhe hala janë gjallë. Edhe e din kush çka ka bëu gjatë luftës. Domethënë hoxhallarët si profil edhe si kategori shoqërore janë kategoria dhe shtresat që me përqindje mas shumë t'i kanë marrë pjesë në luftë. Domethënë është numër shumë i madh i hoxhallarëve që kanë marrë, është një numër i hoxhallarëve që kanë rënë dëshmor, edhe nuk ka asnjë profil shoqëror që ka marrë pjesë në luftë më shumë se sa hoxhallarët. Ky kontribut është i pamohshëm. Jemi dëshmitar që ka të qarqe që dojnë me zbeh këtë kontribut, mirë po unë ju them aty edhe të gjithëve, po ta them edhe ty, historinë nuk mundesh me ndru, mundesh me falsifiku. Mirë po ajo që ka ndodhë edhe të gjithë besoj një pjesë e madhe e shoqërisë tonë ndihen sot ndoshta mangut për shkak të pamundësisë ose se di cila mundet me qenë arsye, pa ka rëndësi, pse s'kan dhënë kontribut. Mirë po nëse dikush ka dhënë kontribut, ai kontribut do të me u mirënjohet. Ajo që më shqetëson në këtë rast është pikërisht qasja shpërfillëse ndaj çlirimtarëve. Le të jenë ata hoxhallarë ose jo hoxhallarë, s'ka rëndësi. Kushdo që e ka kap pushkën për me mbrojt këtë vend, shef sot kemi mundësi, ka dyqane në për Kosovë, që mundesh me një leje që ta jepin organet e rend me shku me bleni pushkë tonën me pas legale. Mirë po në kohën kur është dashur me shku në Shqipëri me u furnizu me armë, edhe ilegalisht me i kalu kufit, edhe me ardhe dhe atë armë me majt dikon derisa po menoj tashun personalisht do përgatitje për luftë i kanë bë prej vitit 1997. Edhe domethënë me qenë i gatshëm për atë, në çato rrethana nëse mundesh me e qit veten, e sheh se nuk ka qenë punë e lehtë. Çdo kush që i ka dal ball armikut edhe ka vendosur me mbrojt këtë vend, është njeri i madh. Pavarësisht nëse Zoti i ka dhënë ymër e mas luftës, të gjithë jemi gabimtar, dikush ndoshta edhe ka gabuar kështu me radhë, pse gabimet e çlirimtarëve janë të vogla, nuk janë korrit çlirimtarët, nuk janë korrit kolektivisht. S'do të më përgjithësu edhe tash për shembull dikush e lyp me lup një gabim për me mujt pastaj me u përshkruaj të gjithëve. Kjo është ligësi. Unë mendoj se
liria në jetën tonë të përbotshme, liria është begatia më e madhe. Ti je i ri se ke përjetu, ose se man mend edhe nëse e ke përjetu kohën e para luftës, kohën e robërisë. Nuk e man mend, por mëdhim është se nuk je në gjendje me vlerësu sa mirë jena që thash. Pa ofendim, gjithsesi. Mirë po, pyet dikon që është moshën time dhe të kallëzon cili është dallimi. Se do me këshyrë në teori, nëse praktikisht nuk e kena jetu që atë ku, s'di me vlerësu. Ai cili ka qenë smut, kur shërohet e din, ai cili s'o smu asnjëherë se din vlerën e shëndetit, kjo është realitet. Do më këtë se njojmë gjenetin, këtë besimtarët, flitet për gjenetin, por realisht një pomje të qartë, nuk shumica për neve nuk e ka. Qysh është gjeneti, Hoxh? E vërtet është se nuk kemi, përveç që s'kemi pamje të qartë, s'kemi diçka konkrete, me thonë gjeneti ka me qenë kështu, gota e gjenetit ka me qenë sikur kjo, se për çfarë arsye? Për arsye se Zoti e ka bërë gjenetin të përkrym. Madje as imagjinatat tona nuk arrin me vizatu, me portretizu gjenetin. Po nëse dojmë ma thjesht me e kthy qysh është gjeneti është qështu, me nejtë me bo muhabet pa ngarkesa, mu knaq me muhabet, edhe kanë thonë të kalumë njerëzit, kanë thonë është një gjenet në këtë dunja, ai që s'hyn në këtë gjenet, s'ka me ju as në atë tjetër. Cili është ai? Thot neja me shoqni të mirë, ku nuk matën fjalët, po secili i zgjedh ato në atë mënyrën që i zgjedh do frutat mira për me i hangër. Kështu që ka gjenet edhe në këtë botë, një përjetim i këndshëm në një shoqni të mirë, në një punë të hajrit edhe të mirë edhe dobishme që e ban, e pastaj ai gjeneti do të më uprit. Sikur të kishte diçka të ngjashme me gjenetin në këtë dunja, gjeneti i ahiretit i përjetësisë nuk do të ishte shumë jashës. Për atë arsye unë them, jeta e kësaj bote është me sfida, me probleme, me telashe, me shqetësime, se sikur të mos ishte kështu, atëherë çka do të na jashte për me punu për ahiret. Po, ku që filluar me Ramazanin, po kam qef me kry, me përfundu këtë emision me Ramazanin. Çka është një Ramazan një suksesshëm për besimtarin? Me arrit ato që Zoti na ka premtuar. Arritjen e devotshmërisë. Devotshmëria nuk është formalitet, madje nuk është as formë. Devotshmëria nuk është as pretendim, as fjalë, devotshmëria është gjendje. Nëse arrim me u përmirësu deri në atë nivel, që disa i përmendëm gjatë kësaj bisede të këndshme, me u përmirësu që tjetrit mja dash të mirë në shpjetën vetës, me u rujt prej të këqijave, edhe nëse egoja ose diçka na tërheq ka ajo, me u rujt edhe me konsideru frikë respektin ndaj Allahut si udhërrofysin tonë jetë. Nëse çto e arrim, atë Ramazani ka qenë suksesshëm. Bëhemi të devotshëm në një gjendje ashtu që Zoti dëshiron me na pa. Hoxh, faleminderit shumë. Unë kënaqja të ngu për këto 50 minuta sa kem bashk. Edhe unë kënaqja duke ndëgju pyetjet tua, Allah të shpërblet shumë.